Ju përshëndes gjithëve. Ditën e sotme më erdhi një flet rrothe nga kryetari i Bashkisë Tiranës Erion Veliaj, faktikisht një ankimim që ka bërë ai kundër vendimit, që më shpallte mua të pafajshëm në raport me një padi që ai kishte ngritur kohë më parë ndaj meje për shpifje. Bëhet fjalë për një gjyq që e kishte nisur në gjykatën e Tiranës, shkallës parë, dhoma penale, për shpifje ndaj meje, ku gjyqi nisi në muajin tetor dhe përfundoi me datë 5 maj. Pra, tetor 2025, maj 2026. Gjyqi u mbyll pas 17 seancave, sepse u shty për shkak të tij normalisht se zvinte në gjykat, dhe përfundoi me fitoren time, ku gjykata e shkallës parë, dhoma penale në Tiranë, më shpalli të pafajshëm, ku unë nuk kisha shpifur. Pra, tani, pas kësaj fitore që unë kam bërë në gjykat, Erion Veliaj shkon në shkallën e dytë në apel dhe më padit mua sërish, pra, ose më saktë ankimon vendimin dhe i thot gjykatës shpallet Aulon Kalaja i fajshëm, ku di unë se ç'kërkon ca gjoba, ca historira të tjera. Ndërkohë unë kam disa pyetje tani. E para, si ka mundësi që ai është në burg, ka imi halle për korrupsion dhe vazhdo të merret me mua. Po kjo është e drejta vet. Unë jam i pafajshëm, jam shpall me vendim gjykate. E dyta, kjo është një slap case, siç e kam deklaruar shumë kryet herës, është një çështje faktikisht në gjuhën shqipe, slap cases do të thënë padi strategjike që kundërshtarin politik, gazetarin, personin që ti e ke kundër ta mbash të lidhur, ti mbyllësh gojën, ta intimidosh, ta mbash atë në presion, por qëllime obskure të kryetarit Bashkisë Tiranës. Ndërkohë duhet ju them që unë as nuk intimidohem, as nuk blihem, as nuk shitem, edhe për te ofertave që më kanë ardhur. Do ta vazhdoj këtë betejë, nuk tërhiqem nga asnjë lloj deklarate publike që kam bërë. Do të vazhdoj ta kem përballë këtë njerëz, megjithëse unë e di ku e ka hallin ai, dhe pse vazhdon këtë lojë të ndyrë, dhe pse vazhdon krijoj këtë konflikt gjyqësor, në thojse, se s'është konflikt, po ai ka probleme tjera, nuk e ndihmoj dot. Nëpërmjet kësaj video duhet ju them që do ta vazhdoj komplet betejën time, dhe sigurisht që pres pafajësi, ashtu siç mora edhe në shkallën e parë tek gjykata e Tiranës, dhoma penale. Kryetari i Bashkisë Tiranës Erion Veliaj, që e qeveris Tiranën nga burgu, nuk ka punë tjetër, pra asnjë hall tjetër nuk ka Tirana. Halli vetëm i Tiranës është që Aulon Kalaja gjoja ka shpif për kryetarin e Bashkisë. Shihemi ndërkohë. Mirupafshim.